Në qoftë se deri më datë 1 prill të vitit 2014, fabrika Jugokrom nuk do t'i plotësoj standardet e kërkuara nga ligji i Ministrisë së Ekologjisë, që me siguri edhe nuk do të mund t'i plotësoj, kjo fabrikë do të mbyllet. Kështu ka deklaruar Ministri i Ekologjisë Abdulaqim Ademi gjatë një takimi me shoqatat jo qeveritare në Tetov. Mbas të ligjit për ambientin jetësor, të gjitha kapacitetet industriale deri në prill të vitit 2014 duhet të harmonizohen me planet operative, që do të thotë duhet të plotësojnë standardet ekologjike. Në bazë të informatave tona, kombinati meteorologjik Jugokrom ende nuk ka filluar me planet për realizimin e investimeve për të harmonizuar ose për të plotësuar standardet ekologjike, dhe në bazë të gjitha gjasave edhe nuk mund të arrijë ta plotësoj këtë kriter, sepse instalimi edhe i filtrave, por edhe i plotësimit të tjera të planit operativ, kërkojnë edhe investime, kërkojnë edhe kohë, që sigurisht që është periudhë më e gjatë se sa 3 mujore. Për momentin kemi kërkuar nga i njëjti kombinat që të reduktoj prodhimin për që të ndikoj sa më pak në ndotjen e ambientit në këtë situatë në cilën gjendet Tetova me rrethin. Reduktimi është për 30% në krahasim me 7 ditë më herët. Megjithatë, ajo që e kam theksuar disa herë është që ky afat i 1 prillit nuk do të prolongohet, dhe nëse e njëjta kompani ose edhe kompani tjera në Maqedoni nuk i plotësojnë standardet ekologjike, do thotë me 1 prill do të jenë të mbyllura.